Kolno atër pat tre djelë, det thonin, palë thonin e mark thonin. Pat edhe varzat. Këta i mori nona vetë ka tentu me era Shkodër me ta. Mas i disë që shoqë era Shkodër. Ka tentu me milagru në Shkodër edhe në ma e 5. Si ja bje kelmenit. Edhe i qojnë shkollë, dhe të thoni, ka kërë shkollë në Austri. Palë thoni, mark thoni, kanë kërë në Itali. U graduan me grada major Mark thoni, kolonel Paul thoni. Hinë Italia këto në Shqipni, edhe dhe të thoni kej pari që e kundishtoj me shtyp e me gjana dhe me thonë që ishte kështë e koha, po në gazetë të kundishtoj shumë, nuk ishte të akord që Italia të vinë në Shqipni. Të rrimë këto. Jugë Italia hini komunizmi. Kur hini komunizmi, Paul thoni, keme ta i herë. Adin? Sa ashtu ishte politika, fillim i rajtë njështë të njerëzit, edhe keme ta. Kur pa që nuk po del fjallë të ashtu që janë në letra, dezertoj këj, iku. Mirë po ishte i humje madhe për komunizm me ika i se oficerit. Në shkurt janë 45, mua kërë ngritja dhe shumë marrë ashtet aty. Ishte edhe pali me ta, marrë ku ikun Pezren. Dhe ta shkojnë në Shkodër. Mujtë kërë ngritja se partizanët që shenë ma shumë, u shpërdonë këta, pali thoni vetë i treti shkoj në bje shkerilit një atje, kanë bëhe disa muj në lidhë shkerit të thonë një vend një shpjell atje, atër kanë shku raptane, kanë marrë me do burrët thonit, e këto kushtet e kanë shku, kanë marrë, e kanë përru plan. Ka dimnu e i dimen, dhe për shpjella, në për shpjella, në për plan e kanë marrë të raptane, edhe shokët e thonit, për zhvën të thondrit e kanë marrë. Me politikën e në hurës, doli që kush s'ka duhet me zjak, është i falun, dhe dërzohet. Edhe këta urrajt, të i besu vetit njëri, të i besu bezvet, urrajt edhe ishte një vend në pokit thonë atje, në pult. Dhe shkon, vjen ka tentu me ama për i Shkodrit, me të kuatin edhe me thonë dërzo. Se kështu ka dalë falja. Ka shku me babën tem, kanë orë të shpjehur, ka tentu ka shku me babën tem, në pok atje, në një 2 orë lartë me tërëzia ashtu, kanë të ku palin, edhe binën mu dërzuë. Marë ku iku në Pezren, atje u rrëthue një kullat në Pezren, kur ju vranë shok, ju varun e këti fishet, ka rallun Pezren e të kjo. Ka rrëthue 6-7 peqi me privat e vetë. Rallun Pezren e u shdokaj. Palin e mune prunë në Shkodër, a i ka dekën e dosi për i tërturave, nuk është se kanë përshkatu atin. Ja, se morën kërë në edhës në tërtura. I thanë nënës vetë, thanë mos e bjerë, se kanë shurë për specializim në Tiranë, tha. Edhe me lutet, me thonë, me ty edhe funë, që e dite kjo se që ka gjithë atin. Disë në tërtura, e të rritë në zalë të gjirit si të në tjerë, kupën e rritë dhe të kërita. A i kërkun pas vitit 90, Gjergj, a u bon kërkime për trupin e Palit? Po shumë, janë mesqinare që kanë të rritë në zalë të gjirit të vorrit të katolika atje. Nuk kanë pas ku me gjithë ma, nuk kanë ba vorrë për jetë. Që të rritë në zalë të gjirit, po shkatoj, si të në zalë të gjirit, dhe kanë shumë me atë grupë. Tjere, palë kur e mushme, nuk u gjithë asirë. Kanë banë kërkim me ta tipat, për nuk u gjithë në. Të zhëriti ka tonë asaj, kur
iku pali këtu, me fjallë që u vëra pali, iku që i vjetës, për se që qërë në Itali, nuk e di, shkoj atje dhe nuk e du kush ma me fjallë atin. Së morë kush ma, se u mëllë veni, u mëllë dhe qaj, dhe si se ma. E nuk e di funin e saj, me të ndëritën. Pati dhe një djalë, më kanë thënë. Po kështu kanë thonë dhe mu, kanë thonë që ka pas djallë, po ne nuk ju lidhëm kur me ta dhe nuk e di. Nuk është gjetë as Marko. Marko ka ranë lumë pëzërën, u është duke atjaj, së një më kur. A i ka ranu i vetë, më nësë do dërzuë. Pra janë dy të zhdukur. Zhdukur pa avar, po emen. Nuk është gjithë, por tash 30 lipin njerëzit e vetë që ju ka ndekne për burës edhe nuk kalëzën kush për vorët. Kena 600 e sa vetë që e ma shumë që nuk djetë për vorë, ku i kanë as pak. Kur u morë pali, njëna morë në burë shumë rëptanë adin, baba të hargjat, kurshenit. Gjithmonë, në atër u përshkëdhë e hargjë jemi u përshkëdhë në këtë është njerëzit, sa shtu erdhe në punët. Edhe i kja ushtarë, e i ko tuj pa, se shkon dhe në të s'kanë pashkohë. Brigada 24 në duke të kanë, edhe tuj pa, që përmoshin Serbën shqiptar, në Malëci, në Jugoslavi, u të mërru kjo dhe iku. Iku erë të atër të shpia, me shokë e me misë, e dorëzuën ata, edhe e qunë këtë dresht njerëzit, aty atë na, pale si rrëdhën punë të funja, u pushkatua kjo, 45 në pushkatua. Zeftuma. Atena vazhduan për sa burgimet e internimet e në mas, të tanë mashku, të tanë rëk, një masjaj. Për 45 vjetë asil nuk e kanë alon burgun e komunist për pasi një limen.